Ini kan niat. Mana bosnya sih? Dia apa Tjetër këto. Hajde shto ti kampion. Hajde Tonino. Jam poco here. Si Baku ka fjalën. Të nderuar pjesëmarrës në këtë ceremoni, në emër të gjithë veteranëve të mundjes, shoqatës kombëtare të mundjes shqiptare dhe gjithë veteranëve që jeni prezent këtu, ju përshëndes dhe ju falenderoj për pjesëmarrjen. Të nderuar kampion veteran të ekipit të shquar të mundjes Vllaznia të Shkodrës, të nderuar të ftuar nga gjithë ekipet e Shqipërisë dhe gazetar, të cilët keni dhënë gjithë jetën tuaj për sportin. Ekipi i mundjes Vllaznia ka koinciduar që bën 80 vjet që është ngritur dhe aktivitetin e parë ka në 9 maj 1947, ku bë kampionati kombëtar i mundjes në Shkodër, dhe pastaj një vit më vonë u bë dhe kampionati i mundjes klasike po në Shkodër. Ekipi Vllaznia ka nxjerrë kampion kombëtar të nivelit europian dhe botror, medalist, fitues në garat ndërkombëtare duke nderuar Shqipërinë. Kjo traditë ka vazhduar edhe tani pas tranzicionit, ku ekipi i trive të Vllaznisë të Shkodrës është në ekipet më të mira të vendit. Ne falenderojmë degën e Shkodrës, shoqatën kombëtare të Shkodrës për organizimin e këtij aktiviteti. Njëkohësisht falenderojmë edhe gjithë veteranët e mundjes të Shkodrës. Ne sot do të prezantojmë edhe disa tituj. Titullin e parë sapo e ndam dhe këtu kemi Koles Lisin, jo pa qëllimi kemi buktu sepse është një në mundësat më të shquar që ka dhënë për Shkodrën shumë, por njëkohësisht edhe banon jashtë shtetit në Amerikë dhe ka ardhur sot të festoj bashkë me ne. Ju urojmë shëndet e ta gëzojmë edhe medaljen. Faleminderit. Gjithë mirat. Ne kemi bërë edhe historikun e ekipit Shkodrës, e keni aty tek stenda aty. Janë gjithë aktivitetet e Shkodrës nga 47-a deri në 2010. Pra aty janë ato gjitha rezultatet si ekip dhe si individ. Njëkohësisht kemi edhe një stend fotografike këtu që do ta riparojmë prapë se ka bërë një lëvizje të vogël.
dhe jeni edhe ju vetë. Ju falenderoj shumë të gjithëve që keni ardhur nga rrethet, nga gjithë Shqipëria, tu kanë ardhur nga Elbasani, nga Partizani, nga Lezhë, nga Dibra, nga Kuksi, nga Durrësi, Lezhë, me radhë, vllaznie po e po. Ju falenderoj të gjithëve se unë e quaj nder të madh që keni bërë, sepse keni kontribuar. Kam edhe përfaqësuesin e bashkisë, Këshillit Bashkiak, kryetari. Ju falenderoj që keni ardhur. Të bëj një falënderim ty edhe të transmetosh te kryetarit, sepse keni zënë të kontribuoni pak për mundjen. Pak. Inshallah më shumë më tutje, por edhe ekipi i mundjes i Shkodrës po prezantohet mirë. Prandaj faleminderit. Mas tash këtu do flasin gjithë, do flas Iljazi, do flas Tonini dhe pastaj edhe përfaqësuesi i Bashkisë Shkodrës. Urdhë Lasko. I herë kolektivisit ditëlinjen u bosh edhe 100 vjet e Zotit Rujt për këtë aktivitet që organizon shoqata e Munjes. Është një shoqat pararoje e Shqipërisë që asnjë sport në Shqipëri nuk e ka këtë organizim. Faleminderojmë shoqatën, faleminderojmë kryetarin e bashkisë që merr pjesë në këtë eveniment të rëndësishëm datëlinjet të një mundësit kampion shqiptar. Ju uroj gjithë familjeve tuaja shnet dhe lumturi me gjithë përshëndetje nga dy shoqet që marrin pjesë tu. Po, dy zonja. I kena motrat tona, sportiste kanë jetu me sportista, se me jetu me sportistat gratë kanë më të vështirë i fije. Se vërtet. Edhe uroj gjithë shtetë e lumturi, familje, uroj familje tu. Faleminderit. Urime. Ashtë nërsi me kërë nërsi. Tonin Dema, atje shkip, atje. I uroj kolektivisit, datëlinjen, i uroj të bashkë 100 vjeç, edhe i uroj ekipit Vllaznia, suksese gjithmonë në këtë sport bordor të Munjes. Me trajnerin e mjeshtrin e madh Elias Afleti, na deri në vitin 90 kena pas 15 titull kampion edhe kampion kupet. Kështu që kolektivisi metet një legjend e Munjes Shëlir, i cili edhe me operacion ernie diskale hini në tapetin e Munjes edhe prap arriti që dalë edhe kampion. I uroj shmet, jetë gjatë, jetë lumtur, edhe e falenderoj shumë për këtë që mi priti gjithë sportistat e gjithë Shqipërisë të Munjes. Respekte. Ade përshëndetje gjithëve, kënaqësi që ndodhem në këtë takim kaq si të veçantë. E prita me shumë rëndësi ftesën e bame nga miku jemi i vjetër Tonin Dema. Por surpriza më e madhe ishte që në këtë takim pjesëmarrës nga shoqata e Munjes së gjithë Shqipërisë, është krejtësisht diçka që nuk e kam takuar për shumë vite edhe në sportet e tjera, që tregon që sporti i Munjes për shumë vite ka pas një histori jo vetëm konkurimit, por edhe histori miqësie. Dhe në këtë takim jo më tepër si kryetari i Këshillit Bashkiak, por me tepër si një sportist, unë kënaqësinë se të di me vlerësu djersën dhe kontributin e derë nga gjithë secili prej tyre, por megjithatë unë vlerësoj miqësinë dhe marrëdhënien që këta e kanë shtrirë në vite. Kuptoj që sporti i Munjes në Shkodër ka një histori kërcit të veçantë, një histori e cila brenda saj ka shumë kampion dhe sportistë të cilët e kanë bërë krenar, kampion bote. Dhe me qenë se përmend Elis Guri, unë do të thosha diçka, kam kuptuar që tek Elisi, edhe pse unë e kisha nxancë në gjimnaz, forca dhe binja e babait i Eliasit bani që të ndryshohej nga atletika, të vazhdonte sportin e Munjes, duke dhënë atë sukses të cilin ne tash për te jemi krenar. Kuptoj që ne si këshill vazhdojmë dhe të kontribuojmë dhe japim mbështetje për sportin e Munjes dhe shpresoj që edhe në vazhdim ky lloj sporti të kthehet tek tradita dhe tek emrat e shuar që ka pas në vite dhe pse jo që organizimet të tilla të vazhdojnë dhe gjithmonë të kujtojmë të kalumen dhe të kemi edhe sotme. Ju faleminderit dhe suksese. Faleminderit shumë. Pjesëmarrjen dhe për fjalët e mira. Faleminderit. Faleminderit dashur.
A im lejon se do me mrap, kampionin madh. Hadi Barışev. Ana kanë gori burrë. Në zemër në kanë gori, në zemër. Ka arë për Gjermanie vetëm për mu taku me të respekt. Për respekt. Bravo. Faleminderit shumë. Edhe ju. Turoj çdo të mirë. Inshallah ju felicitoj. Faleminderit për ardhen. Ju felicitoj. Ata për mua thjesht zakonshëm. Çift kaloje. Një super sportist i Munjes, kontribues i madh i Munjes shqiptare, drejtues i Munjes shqiptare dhe një aktivistët më të mirë të shoqatës kombëtare. Bravo Civo! Ka pas titut e merituar, nuk ka marrë titut. A njohë e din. Bravo. Edhe sportist i madh, edhe njeri i madh, edhe shok i madh.
Edhe unë mendoj që mas shkodrës tash shtroni konak, i themi në Tibran, shtroni konak o rrush, vini radhën. Kush është ky? Gjelil? Gjelil prezantoje. Kjo është i pari. Po thuja është bën gola më valla. Tash, i meriton qita vlera. Po pse me ujë po? Mundës kampion, Tarnet kampion, O Besim. Besim. është një klasë jemore. O Besim. E para nga pas. Si për sukseset e tij që janë pa më hushme, si sportist, si trajner, edhe si përfaqësues i klubit. Ashtu më ru. I duhet dhe i kombëtarët, Atë zonjë. Zonjë. Të një po. Edhe 100 vjetë shurë. Adi Gjelil, sekretar federatës. Atëherë sot po nderojmë një sportist, një mundës të brezit të dytë, pra mas veteranëve, Amarildo Boriqin. Në mundësit e ri më të mirë të ekipit të mundës Lirë Vllaznia, kampion kombëtar me trit në vitin 1990, me përfaqësim të jetoz në kampionatin e mundës të Italisë. Është një ndër mundësat më të mirë aktual të Vllaznisë. Ju urojmë shëndet dhe suksese. Do të ndaj këtë plakat Toni Ndema, kurse unë do t'i ndaj medaljen e ndejit mundës shqiptare Amarildos. Ta gëzosh dhe të na nderosh gjithmonë. Urime suksese. Ne kemi nderuar disa nga figurat më të shuara të mundës lirë dhe mundës klasike. Luiz Zefi. Kemi profesorin, trajnerin e kampionin e medaljes sartë me Bajram Agovin, kampionin e madh Paulin Mela, Agim Nezën, Besnik Ramën, Ismail Qela, Luiq Mrina, Besramën, nuk do me marrë të shetë, do më vonë. Pashko Skoda,
dhe disa sportistë të tjerë që do t'i lexojmë pak më vonë sepse janë shumë sportista. Ta qërë të lexoj. Adnan Arabeli, edhe nuk është tu. Nazmi Pepa, Fasli Zylla pas vdekjes, dhe gazetari që është i pranishëm këtu, Gac Marku. Atëherë edhe në vijim do të ndërojmë edhe me titull Ndej Mundjes Shqiptare zotin Besnik Rama, me motivacionin për kontributin e dhënë në vite për mundjen shkodrane dhe mundjen shqiptare, fituesi disa vendeve të ndejit në kampionatet e Kupën e Republikës në vitet 1981 deri në vitin 1991, fituesi i Kupës së Republikës në vitin 1989, kampion kombëtar në vitin 91, antar i ekipit kombëtar të mundjes klasike dhe antar i kryesisë së shoqatës së mundjes shqiptare, një ndër mbështetësit dhe sponsorizuesit më të mëdhenj të aktivitetet të mundjes shqiptare dhe veçanërisht të Shkodrës. Urime e ndan medaljen Ilyas Zguri, mjeshtri i madh. Urime bes. Sukses familjen, fëmijët tjetër. Ti e ke përfaqësuar si shkodronë në Tiranë. Po. Po. Nëse kena mikë të shamirë, suksesën e tyra tjera. Ta gëzoj, një dy fjalë Besnik. Bes, për te. Një dy fjalë i dumë për te. Pjesëmarrësit sot në këtë event, falenderoj Polis Lisin, që ishte organizatori kryesor, falenderoj shoqatën kombëtare të mundjes, gjithë mysafirët që kanë ardhur sot, dhe u takoshim gjithmonë gëzime. Falenderoj ju. Bes, faleminderit për kontribut që jep. Faleminderit ju, faleminderit ju. Faleminderit ju. Mjeshta të mëdhej, njerëz të cilët i ka dhënë shumë këtij sporti, por edhe sporte të tjera dhe detyra jonë padyshim që do të jetë për ta çuar edhe me te këtë traditë dhe shpresoj që do të vazhdojmë edhe me te në këtë rrugë. Faleminderit gjithëve. E gëzoshi, e faleminderit për jush. Gaspar Marku ta jap. Gac Marku në njëri të gjithë, është një ndër gazetarë që na ka më afër mundjes, pak me qenë shkollën, Tonin Frokun e të tjerë, kështu që ne si shoqat kemi menduar që ta vlerësojmë me një mirënjohje të veçantë speciale, me njohjen të ta ndaj kryetari i Këshillit Bashkiak të Bashkisë Shkodrës. Zoti Ulqen Luli. Ju falenderoj për nderin që rumbani, për dhënien e këtij titulli, me njohje veçantë, jepet zotit Gac Marku me motivacionin për pasqyrimin me përkushtim në vitet e aktiviteteve të mundjes, rezultateve ekipore individuale të ekipit Vllaznia Shkodrës. Gaspar. Një emocion. Knaqësi shumë e veçantë që marrë këtë vlerësim nga shoqata e veteranëve të mundjes, nga Federata Shqiptare e Mundjes, për vetë faktin se kam vite që kontriboj për sportin shkodran dhe atë shqiptar në përgjithësi, por kryesisht për sportin e mundjes, aty ku e kam nisur edhe unë me ekipin e trive, me trajner Shkul Ramen, por me tepër duke ndjekur edhe tragjitën e vajtim të madh Pal Marku. Ajo me bëri me tepër që ta ndjek prej së afërmi sportin e mundjes dhe të gjithë këto kollosa që janë sot prezent në këtë takim festiv që i dedikohet e Polis Lisit me rastin për videot e Lezines, janë personazhe që unë i ka kaluar në mikrofon apo në gazetë. Suksese, faleminderit Tonin Dema, faleminderit Paku, faleminderit kryetarit të Këshillit Bashkiak Ulqen Luli, që ato që nuk e din, është që ish kampion dhe ishte rekordmen i atletikës, ku rekordi i tij në atletik u thye përpara 3 javësh në Greqi pas 26 vitësh. Urime, Faleminderit. Faleminderit për ardhjen.
Bëjmë pushim tash, mos e mjaftë. Sportistit në Rum, Zoti Lutfi Libra për kontributin e lanë në vite si mund që ekipit rive dhe ekipit rritjes të mundjes lirë ekipit Vllaznia Zoti Lutfi Libra. Se menjurin e ata kohë, se është një lojë historik. Atë mirënjohje sportive jepet. Atë kënaqësi për mua që i jap këtë certifikat mirënjohjet Zotit Minor Abdia me motivacionin për kontributin e dhënë në vite si mundës me ekipin e trive dhe ekipin e triturve në mundjen e lirë të ekipit Vllaznia Shkodër. Suksese Minor. Egzash. Egzash. Mirë? Hata orë. Mirënjohje e sportit i jepet Zotit Donat Shkoza me motivimin për kontributin e lënë në vite si munës i ekipit të rinjve dhe ekipit të rriturve në mundjen e lirë ekipit Vllaznisë Shkodrës. Egzash. Ju falem nërës për respektin. Je në Rum. Nemin Donat Shkodrës. Unë jam vllai i Donatit Flamur. Ju përshëndes këmbë, ju dim për nërë, faleminderit shumë për respektin që na keni afru. Jeni në Rum. Especially Donati ju. Toni Ndema e Kollecnisi dhe personat mrekullueshëm. Në Rum kjo është gjithmonë. Shumë faleminderit. Mirënjohje sportive i jepet Zotit Adnan Guri me motivation për kontributin e lënë në mundjen e ekipit të rinjve dhe ekipit të rriturve të mundjes klasike Vllaznia Shkodër. Suksese kampionit. Me gjumët e babës vetë. Kja kalojmë babës pak. Falënderit, urime. Një mundës i cili është në Amerikë aktualisht, Agim Neza, me kontributin që ka dhënë në vite për mundjen shkodrane, kampion kombëtar, fituesi Kupës së Republikës dhe vendet nga 85 në 90 dhe fitues i medaljes së artë në Spartakiadën e 6 kombëtarët 1989. Medaljen do të japim nimit vetë. Si quheni? Elvit Neza. Ta gëzoni. Neza. Tash të dapi që medaljen të avarim 3 për qape. Bravo. Edhe motivacioni. Jo, medalje ndaj mundjes shqiptare. Atëherë kemi edhe mirënjohje sportive, sepse jo gjithëm kampiona, por shumë veta kanë kontribuar për mundjen shkodrane, një në këto është Ardian Libra, për kontributin e dhënë në vite si mundës me ekipin e trive dhe të rriturve të mundjes klasike Vllaznia. Kush ka këtu për ta marrë në një person? Urdhoni. Urdhoni,
Takzoni. Faleminderit organizatorëve, edhe 100 vite tjera. Takzoni. Kemi Rezart Guri me t'jepin motivacion. Ilyas Guri merr për nipin. Do të ndaj Kolesh Misi. Ti ndaja Ilyasi. Po. Na top gjysmë. Jo, lezoja. Lasko. Ai ket mundjes mirë, mund. Po, i kam. Mrapa. Marrë me klasikën e me radhë. Lasko, dil atje. Si tje? Atëherë, Kolesh Misi, do të shpërndaj këtë mirënjohje sportive për Rezart Gurin. Mirënjohje sportive i jepet zotit Rezart Guri me motivacionin për kontributin e vllajt me vitet e munjes me ekipin e tërhimëve të rriturve, të munjes klasike Vllaznia Shkodër. Congratulations. Falenderoj shoqatën kontare, shoqatën e vazhdimshme. Albansuda pas vjenës. Evenimente klasike. Edhe urime për jetën e gjatë, ju familja jote, do të shikoj shumë. Faktem atë me Arben Sulën pas vdekjes, ky ka motivacionin njësoj si sportës të tjerë ka kontribuar për mundjen e klasike të rinj dhe të rritur. Nuk e di kush ta marr përfaqësues juve. Shumë mirë. Djali. Urime. Respekt, edhe mashallah. Urdhro. Nja 2 fjalë për babin, bravo. Hadi, në maje, së në qire për Urime, falem me për te. Edhe mërë me mune klasike me Mustafa Ramën, edhe kërë për kontributin i ka dhënë me të rritë dhe të rritë dhe Vllaznisë. Do të marë Besama. vllai i tij Besama. Përveç kësaj kemi edhe Luigi Mrinën, nëse ka një përfaqësues këtu. Po letë, po. Mirë, jo, nëse ka 2 vite ta marr. Po, ose vjen dikush më marr. Bes, kur do për vllajin, dil ke koleci aty se kolecin e kemi sebebin. Tani e fundit që kemi për mundën e klasike kemi Luigi Mrinën. Motivacioni i Luigjit, ta lexojmë tamam se ka qenë një sportist shumë i fortë ka qenë. Unë e kam pas e kundërshtar, ku isha trener me Korabin, a ishte me Vllaznin, edhe me ekipe tjera. Për kontributin edhe me vite për mundën Shkodrane, kampion kombëtar me trit, vitin 81, fituesi vendeve në 82-85, fituesi Kupës Republikës 86 dhe kampion kombëtar me ekipin Partizani. Nga kush do ta marr këtu? Ta marrën. Do marrë ti Dilaver. Fol. Je sinqer kam nga në shoqëri. E s'kam qefun me fotin. Po marrë qërë një katën e Luigi Mrinës. Sa në taman një gjallë kampion edhe një sportist kampion. Ne i mundu shqiptare, Takzoj. Do bëjmë i pauzë se kemi edhe mundin e lirë disa medaljet vogla edhe